Andon të përshëndes, në të shpikë është ky proces në Pallatin e Sportit Faria Hoti? Po është drejt përfundimit procesi i rinumërimit të fletëve të votimit për dy këzazët të qarkut të Elbasanit, për Peqinin dhe për Gramshin, dhe kjo ditë do të përfundoj vetëm me këto dy këzazë, pra nuk do të filloj sot rinumërimi i vërtet i qarqeve të tjera, pra i Tiranës, Fierit dhe pjesërisht i Durrësit, por do të mbyllet me Elbasanin, që për shkak të tensioneve apo edhe akuzave të Partisë Demokratike ka mbajtur peng gjatë gjithë ditës së sotshme nisjen e rinumërimit të votave për tre qarqet e tjera. Janë kutitë e fundit për tu numëruar fletët e votimit, pra për tu ballafaquar numri i fletëve të gjetura në kuti me ato të shënuara në proces verbale pas zgjedhjeve të 11 majit. Partia Demokratike ka ankesa të shumta, sipas vëzhguesve të tyre janë gjetur mjaft problematika, qoftë mungese fletëve të votimit, qoftë fletë pa vula, apo edhe problematika me fletët e pa përdorura, apo mos përputhje mes votave të numëruara dhe ato të shënuara në proces verbal. Megjithatë do të jetë Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve që do të jap verdiktin final, por edhe shifrat zyrtare, të cilat ende deri më tani nuk i kemi. Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve është treguar e kujdesshme dhe nuk ka publikuar asnjë shifër apo konkluzion, pasi do të ketë një vendimarrje, duke ditur se Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve është vendosur këtu në Pallatin e Sportit Faria Hoti për të marrë vendime fill pas përfundimit të numërimit të fletëve të votimit për qarkun e Elbasanit. Procesi pritet përfundoj rreth orës 16 dhe më pas do të mësojmë edhe vendimarrjen, por edhe konkluzionet, për shkak se Partia Demokratike pretendon se ka gjetur 5 trena bullgar në disa fshatra të bashkisë Peqinit. Të njëjtat pretendime thuhet se ka edhe për bashkinë e Gramshit, pasi janë dy bashkitë në fakt ku Partia Demokratike ka arritur një rezultat shumë më negativ se ai në nivel qarku, por edhe në krahasim me vitin 2021 nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Do të jemi këtu dhe do të presim të shohim edhe për të ballafaquar më pas pretendimet me rezultatet zyrtare dhe vendimarrjen e Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve. Edhe një moment fundit, lutem, nuk pritet që i gjithë ky proces të ndryshojë diçka apo jo? Po deri tani shifrat janë minimale nga ato çfarë ka deklaruar edhe Partia Demokratike, pra për qendër votimi bëhet fjalë për 1 apo për 2 vota, ndoshta vota të pavlefshme apo fletë votimi pa vulë siç pretendon Partia Demokratike, por shifrat janë minimale. Rezultati është shumë i thellë në këto bashki në favor të Partisë Socialiste. Më tepër Partia Demokratike nuk ishte interesuar për rinumërim votash, por është interesuar për shpalljen e pavlefshmërisë, jo vetëm në këto dy këzazë, por edhe në gjithë qarkun e Elbasanit, për shkak se është edhe një direktive se Liz Blu të mos njohur këto zgjedhje, ndaj dhe Partia Demokratike nga ana tjetër vijon betejën e saj tashmë deri në kolegjin zgjedhor, duke çuar ankesa për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në çdo qark, edhe në ato që ka fituar, dhe për më tepër për Elbasanin, ku pësoj një humbje katastrofale me një rezultat 10-4 në favor të Partisë Socialiste, ndërsa Partia Demokratike përfundoi vetëm me 4 mandate, duke dikur edhe mandatin e 5 që ishte brenda listës së mbyllur. Po, Andon Kello, të falenderoj për informacionet që sollet deri më tani lidhje me këtë procesin e rinumërimit.